është me rëndësi për teleshikues tonë, por edhe për kontributënësit kosovar tonë, që janë mbi 400.000. Që fondi, skema e fondit, dhe më tonë ideja e fondit pensional të Kosovës nuk është investim për të kontribu sot, për t'i tërheq parë nesër ose javën tjetër. Nuk e thëmë këtë mënyrën autoritare ose abrogim të drejtës së kontributënësit, të mos të hekë kursimet e tia, natyrisht, po në përrendim nuk guxon, nuk ke shans me hekë për shkak se është mbrojtur me ligj, për shkak se ti jetu nënshkruar të firmos për 30 vjet, 35 vjet e ashme tujat, që një mas të kursimeve të pagës tonë e kursen për pension. Për këtë arsye është fond pensional e jo fond investiv. E na duhet me bo dallim. Kur vinë disa politikanë që flasin, jo duhet me tërheq se skemi ka është rritë varfëria, është rritë kosto e jetesës, po nuk duhet mu përdor trusti ose parat e kontributënësve kosovar që janë mbledhur për 20 sa vite me munde djerës, është një institucion që ka themelu Kosova në bashkëpunim me partneritet me SBA-t, tashti me përdor trustin si entitet fiskal, dhe më thonë si themi dorë zgjatër e qeverisë për me adresu problemet fiskale që ka Kosova.